Përshëndetje, jemi në podcast, jemi në Radar. Ditën e sotme do rikthejmë në vëmendje një çështje që ka bërë shumë bujë, të paktën më shumë se një dekadë në Shqipëri, për humbjen, zhdukjen të Bleon Amatës, 16 vite nga ajo humbje, po për të zbërthyer se çfarë ka ndodhur me hetimet, çfarë ka ndodhur me fatin e saj, kemi të ftuar avokatin e mirënjohur, zotin Alban Duraj. Zoti Duraj, faleminderit shumë që jeni me ne. Ju falenderoj shumë për ftesën, është kënaqësi. Ne risjedhëm shpeshherë në vëmendje, por kanë kaluar 16 vite nga ajo zhdukje dhe ende asnjë gjurmë për vajzën e vogël apo jo. Është me të vërtetë një çështje shumë e rëndë dhe më vjen mirë që ju po e trajtoni pra në mënyrë të vazhdueshme, në mënyrë që të zgjoni përgjegjësinë e autoriteteve dhe sidomos të organit të akuzës, i cili është organi që ka për detyrë që të zhvillojë hetimet rreth kësaj çështje kaq të rëndë. Është çështje e rëndë sepse ka gati 16 vite që familjarët dhe posaçërisht nëna e shtetases Bleon Amata kërkon të gjendet fëmia apo bija e saj. Edhe pse ajo në mënyrë të menjëhershme e ka ndjekur rastin, pra ka qenë një nga rastet e pakta apo ndër të paktat raste ku familjarët në mënyrë konsistente menjëherë pas ngjarjes kanë kërkuar ndihmën e medias dhe fal medias kjo çështje u bë shumë e madhe, por fatkeqësisht ende Bleona nuk është në krahët e nënës së saj, e cila ka kaq kohë që e kërkon. Por cilat janë disa avantazhet që kanë të bëjnë lidhur me hetimet. Pra organi i akuzës në momentin që ka ndodhur ngjarja, pra një ngjarje e ndodhur në vitin 2010, duhet menjëherë që të kryente veprimet hetimore të cilat ajo nuk i ka kryer sipas detyrave që ka pasur në atë kohë, por Kodi i Procedurës Penale, edhe pse ka pësuar ndryshime, prap parimet, detyra kryesore që ka organi i akuzës ngelen të njëjta. Dhe disavantazhi është që në momentin që nuk kryen në kohë këto veprime hetimore, shkalla e vështirësisë është shumë më e madhe për të gjetur gjurmë. Nëse kemi të bëjmë me një rast i cili është një rëmbim dhe pastaj mundet që Bleona të ketë ndryshuar identitetin dhe të jetë, pra është njëri prej varianteve dhe të jetë birësuar, apo varianti tjetër i cili ka të bëjë me zhdukjen, pra me coptimin e trupit, me vdekjen që mund të ketë ndodhur Bleonës dhe me fshehjen e gjurmëve. Pra, prandaj është shumë e rëndësishme që në momentin që ndodh një krim, sidomos kur kemi të bëjmë me krime të tilla apo me raste të tilla të cilat janë të rënda, duhet që menjëherë organi i akuzës të kishte marrë informacion nga pika kufitare, kishte marrë informacion lidhur me kamerat e sigurisë, edhe pse ngjarja ka ndodhur në një terren shumë të thyer dhe kamera sigurie nuk ka pasur. Kemi të bëjmë, duhet marrim konsiderat faktin që është viti 2010 dhe ende teknologjia ka qenë e avancuar në vendin tonë, por ka pasur zona të caktuara, siç është rasti konkret, kur teknologjia nuk ka qenë e përhapur apo kamerat e sigurisë. Marrja dëshmitarëve, pra është shumë e rëndësishme që dëshmitë të cilat janë shumë të rëndësishme për mënyrën se si ka ndodhur kjo ngjarje, por natyrisht organi i akuzës duhet të merrte edhe sistemin TIMS, kur sistemi TIMS shikon gjitha hyrjet, daljet e personave të tjerë, sepse shtetase Bleon Amata në atë periudhë ka qenë e mitur dhe natyrisht në momentin që kalon në pikën kufitare, ajo mund të jetë kaluar në mënyrë të palishme, por duke verifikuar personat cilët kanë hyrë dhe kanë dalë në pikën kufitare të blllatës, aty mundet që të verifikohen, të merren në pyetje këta persona, mundet që këtë shtetase apo këtë të mitur mundet ta kenë futur edhe në makinë, pra duke qenë se kjo është një pikë kufitare, kryesisht përdoret për banorët e rajonit
të Dibrës, duhet marrim në konsiderat faktin që nuk ishte bërë ende rruga e Arbrit, sepse tashmë qytetarë edhe nga Tirana për të shkuar në Maqedoninë e Veriut e ka më shkurt që të kalojnë në këtë pikë kufitare, por duhet të kuptojmë që për të shkuar në Dibër apo në Peshkopi, në këtë teren kaq të thyer ku ka ndodhur kjo ngjarje, duhej me orë të tëra. Kështu që ka qenë detyrë e organit të akuzës që të verifikonte këtë fakt, cilët ishin personat që kishin hyrë në këtë pikë kufitare dhe cilët ishin ata që kanë dalë, sepse mund të kemi hyrje, dalje, të cilat janë bërë brenda ditës, mundet që Bleonën ta kenë fshehur në makinë, mundet këtë qenë një automjet me udhëtar që merrte pasagjer të tjerë dhe fëmia ndoshta nuk është futur fare në sistemin, jo nuk është futur, por as i diskutohet që s'është futur në sistemin tim, sepse ajo do të verifikojë, nuk ka pasur pasaportë apo s'ka pasur duhet parë, pra këto janë detyra shumë të rëndësishme që organi i akuzës duhet t'i kishte kryer më parë. Pastaj kemi dhe çështjen për të cilën ne kemi diskutuar dhe herën e fundit, që ka të bëjë me konfliktin që kishte familja e babait të Bleona Matës me një familje nga Vlora, pra një konflikt i cili mundet të ketë degraduar, pra edhe nëna e Bleonës e ka shfaq, pra e ka thënë publikisht këtë ngjarje, këtë fakt dhe natyrisht që i kërkon organit të akuzës që të hetojnë lidhur me këtë ngjarje, pra nëse ky konflikt ka të bëjë me humbjen e kontakteve të bijës së saj apo jo, nëse mund të jetë rëmbyer nga kjo familje apo jo, pra janë pikë pyetje për cilat ne sot e kësaj dite ende nuk kemi marrë përgjigje. Kështu që në këtë kuptim, organi i akuzës duhet që ta shikonte, pra ta hetonte edhe këtë fakt. Por pas 16 viteve është shumë e vështirë, sepse është e vështirë deklaratat, pra edhe deklaratat cilat mund të jepnin personat që mundet të kenë ndjeni me këtë çështje, mund të kenë, pra ka kaluar një kohë gjatë dhe natyrisht këta shtetat që kanë ndjeni për këtë ngjarje justifikohen me argumentin që nuk mbajnë mend sepse ka kaluar një kohë dhe një periudhë gjatë. Kështu që edhe më parë ne kemi kërkuar, pra duhet të jetë prokuroria e posaçme ajo që të hetoj këtë ngjarje, po përveç se të hetoj ngjarjen konkrete, besoj që ka ardhur koha që të hetohen edhe prokurorët e çështjes apo policët të cilët kanë shkuar në vend ngjarje. Pra ne shpeshherë kemi krime të cilat janë shumë të rënda, pra edhe ky rast është shumë i rëndë në momentin që nuk kryen këto veprime hetimore në mënyrë strikte, siç ka përcaktuar Kodi i Procedurës Penale, atëherë këto krime humbasin. Tani se kush ka qenë arsyeja se pse organet shtetërore nuk i kanë kryer këto veprime hetimore në kohë reale dhe në përputhje me Kodin e Procedurës Penale, mund të ketë një sër arsyesh. Arsyeja e parë është korruptimi, pra shpeshherë ne kemi dëgjuar që ngjarje të rënda, për të cilat mund të kenë qenë vrasje, rrëmbime të hapura, vjedhje me pasoja të rënda, ku kam konsiderat bankat e tjera me radhë, pra ka një lloj bashkëpunimi, ose bashkëpunimi mund të vijë edhe në momentin që një prokuror ose një organ i zbatues, siç mund të jetë policia e shtetit, oficerët e policisë gjyqësore, të cilët mund të merren me një çështje të caktuar, ata korruptohen, pra korruptimi vjen si me anën monetare, që do të thotë me dhënien e paras, dhe paraja mund të jetë në vlerë monetare, por kemi edhe korruptimi lidhur me dhurimin e pronave, të cilat mund të jenë prona të paluajtshme, siç mund të jenë apartamentet, dyqanet, troje. Pra kjo është mënyra se si korruptohen këto nënpunës publik që kanë për detyrë që të mbrojnë interesin e publikut, interesin e qytetarit
dhe jo interesin e atyre që kryejnë këto krime, dhe përveç saj ne kemi edhe korruptim tjetër që ka të bëjë me bërjen e një nderi tjetër, që do thotë personi i cili mundet ta ketë organizuar dhe ta ketë kryer të rëmbim, mund të ketë pasur një të afërm, një shok, një mik në një detyrë heprore të këtyre prokurorëve apo të oficerëve të cilët e kanë ndjekur çështja, dhe këta mund të jenë graduar akoma më lart, pra që do thotë mund të jenë transferuar në Tiranë apo në vende të tjera, të cilat janë më të preferuar për këta zyrtar, të cilët mundohen që të bëjnë ndere në kurisë të qytetarëve dhe në kurisë të personave të dëmtuar. Avokat, pse ka të dhëna kontradiktore që vijnë nga dëshmitë e vajzave që kanë qenë me Bleonën atë ditë? Flas për banorët e fshatit, por edhe nga Halla. Të dhënat kontradiktore janë të dhënat cilat janë ndryshuar, pra ndryshe këto deponime janë dhënë në momentin që janë marrë nga policia apo nga prokuroria, pra varet se kush kë ka deleguar prokurori çështjes, sepse kemi të bëjmë me një ngjarje të rëndë dhe natyrisht prokurori delegon një oficer policisë gjyqësore që të marrë deklaratat, por mund të kemi edhe deklaratat që mund të jenë marrë nga policia. Deklaratat duhet që ta analizohen, pra kur vjen mospërputhja e thënieve, atëherë këtu pikë së pari ne kemi të bëjmë, përveç se kemi të bëjmë me një deklaratë e cila mund të jetë një deklaratë e rem, kemi të bëjmë edhe me konsumimin e një vepre tjetër penale. Por natyrisht të miturit përjashtohen nga përgjegjësia penale, sepse janë nën 14 vjeç, por Halla ka përgjegjësi penale nëse nuk ka dhënë një deklaratë të vërtet apo të drejtë. Kështu që një tjetër gabim që organi akuzës ka bërë, jo vetëm që nuk është zbardhur çështja, por këtu kemi të bëjmë edhe me thënie të pavërteta që janë bërë nga Halla e Bleonës. Kështu që minimalisht kjo duhet të merrej si e pandehur për veprën penale të deklarimit të rem. Pra është një kundravajtje penale e cila dënohet deri në 6 muaj burg. Por duke bërë hetime edhe për pjesëtar të tjerë të familjes, të cilët mundet të kenë penguar të vërtetën, mundet të kenë qenë dhe ata që kanë bashkëpunuar për ta fshehur, mundet që të kenë kryer një krim, por unë uroj që vetëm mos ja kenë marrë jetën Bleonës, pra një fëmijë të pafajshme dhe të mitur në atë kohë, dhe tashmë kanë kaluar 16 vite dhe ajo është madhore, por që kemi të bëjmë me një episod i cili na ka futur të gjithë, pra të gjithë, kur them të gjithë e kam fjalën për qytetarët e tjerë, cilët mund të gjejnë nesër pozitën e tyre, veten e tyre në pozitën e nënës së Bleonës, në pozitën e vetë këtij fëmije të mitur, i cili kërkon vëmendjen e shoqërisë, vëmendjen e shtetit, i cili ka për detyrë që të jetojë dhe ta gjejë dhe ta kthejë pranë familjes, pranë nënës së Bleona Matës. Kështu që besoj që prokuroria duhet ta ketë filluar, kur them prokuroria e kam fjalën për prokurorinë e posaçme, një hetim penal për zyrtarët cilët nuk e kanë zbardhur të ngjarje. Pse kush duhet të mbajë përgjegjësi për të çështje kaq të rëndë? Akoma ne nuk kemi një informacion se në çfarë faze ndodhet kjo çështje. Pra nuk mundet ta anashkalohet kaq thjesht, dhe kur kemi të bëjmë me një organ akuze i cili çështjet, pra çështjet i ka të pakta, sepse është një qark apo një prefekturë në të cilën ushtron jurisdiksionin e saj, kompetencën e saj, ky organ akuze është në qarkun me numër më të vogël banorësh, dhe çështjet për të cilat ata i kanë të këtij niveli, pra të nivelit të lartë, janë të pakta. Pra kemi të bëjmë me qarkun i cili ka migracionin, por edhe emigracionin më të lartë në vendin tonë, një qark të reduktuar, ku nuk ka vepra të shumta penale, siç mund të jenë krime të ndryshme apo kundravajtje që mund të ketë një qytet i madh apo një
qark i madh dhe të vetme rast që ky që është bërë publik dhe është kaq i madh dhe kaq i rënd është rasti i Bleona Matës. Dhe ne të rim për 16 vite janë bërë me qindra emisione dhe janë ftuar qindra ekspert për cilët kërkojnë me ngulm zbardhjen e kësaj çështje dhe ende ne nuk kemi të paktën një reagim publik nga institucionet që kanë për detyrë që ta zbardhin këtë ngjarje. Avokat ka po ashtu dëshmi të shumta, deponimet shumta që kanë ardhur nga banorët e zonës që ato ditë ose më saktë atë ditë në fshat ka pasur persona të dyshim, ka qenë një makinë që ka kaluar në qendër të fshatit, ka qenë një person me flokë të gjata që ka tërhequr prej dore një vajzë të vogël, po ashtu më vonë u mësua që ky person u arrestua në Maqedoninë e Veriut i akuzuar se ka rrëmbyer edhe një tjetër person në të kaluarën. Mendoni që ky është versioni më i saktë për këtë zhdukje? Këto janë një nga hipotezat se duhet të kuptojmë që organi akuzës duhet që të ketë një sër pistash kur vjen për të zbardhur një ngjarje. Pra janë disa le të themi hipoteza, të cilat në mënyrë praktike, logjike, por edhe teorike prokurorët kanë, pra i kanë mësuar to edhe në shkollën e magjistraturës, i kanë bërë gjatë fakultetit kur zgjidhin çështjet penale. Dhe natyrisht që mendja e një zyrtari i nivelit të lartë që ka bërë, presupozoj që ka bërë trajnime, duhet që të hetojë në shumë dimensione. Dhe këto janë pista për të cilat hipoteza, të cilat duhet që të hetohet. Pra, rrëmbimi është një nga versionet për të cilat dyshohet, por ne nuk kemi parë se çfarë bashkëpunimi ka bërë prokuroria lidhur me prokurorinë e Maqedonisë së Veriut. Pra për rastin kur një person i cili dyshohet sipas deklaratave të banorëve, të cilët deklaronin në momentin kur ka ndodhur ngjarja, pra në ditët e para, kanë deklaruar që një person i dyshimt, i cili ka lëvizur me një makinë të dyshimt, me makinë me xhama të zinj dhe pastaj ky person është arrestuar në Maqedoninë e Veriut për trafikimin e një tjetër personi, pra i lind detyra edhe kryesisht organit të akuzës, edhe duke parë televizor, pra kur pa e parë të deklarat, por ne kemi parë në mënyrë të vazhdueshme intervista që ka dhënë ana e Bleona Matës apo të tjerë persona, të tjerë shtetës cilët kanë ndjeni për të ngjarje, mjafton edhe nga këto emisione televizive, prokuroria duhet në mënyrë urgjente që të hetojë në mënyrë të pa ndikuar nga tjerë, por kryesisht thuhet, por që kjo ka qenë një çështje e cila ka qenë në hetim dhe natyrisht që varianti tjetër i takonte organit të akuzës për ta hetuar. Natyrisht që duhet edhe bashkëpunimi me institucionet dhe kryesisht me prokurorinë pranë Maqedonisë së Veriut. Pra, është detyrë funksionale që ka organi i akuzës, ne kemi marrëveshje bashkëpunimi me Maqedoninë e Veriut, ku duhet të merrte një informacion të detajuar për këtë person, ka detyrë që të shkonte dhe të bashkëpunonte për ta marrë në pyetje këtë personin i cili ishte ndaluar në atë periudhë, dhe një sër veprime hetimore të cilat ne kemi të mundura për shkak të marrëveshjes që kemi me Maqedoninë e Veriut, me organin e prokurorisë aty, por natyrisht edhe me institucione tjera rizbatuese në Maqedoninë e Veriut. Prokuroria kishte detyrë që të merrte në pyetje edhe persona të cilët kanë qenë të përfshirë në rrëmbimin dhe për të cilin kjo prokurori ka nisur hetim për personin e dyshim dhe të gjitha veprimet e tjera hetimore, gjë që nuk e ka kryer dhe nuk e ka bërë. Dhe një pyetje të fundit, avokat, a ka praktikat më parshme që edhe pse ka kaluar 16 vite nga zhdukja një personi të gjendet? Patjetër ka praktika, pra që do të thotë ekziston mundësia që ky person të takoj familjarët. Unë uroj dhe shpresoj që Bleona Mata të jetë në jetë, të jetë e gjallë, ajo presupozohet apo unë mendoj që ajo mund të ketë krijuar jetën e saj
familjare, ndoshta ai kanë bërë edhe një terapi të tillë që ajo ta mbasë kujtesën se çfarë ka kryer, pra kur ka qenë e vogël edhe tjera me radhë, pra janë veprimet të cilat i bëjnë personat që kryejnë rrëmbimin, ata të cilët merren me të tilla ngjarje, pra mund të përdorin medikamente që ta humbasi edhe memorin apo kujtesën e mëparshme, ose ajo ndoshta ka pësuar edhe ndonjë problem lidhur me kujtesën, gjë që e bën të pamundur që të mbajmë mend se çfarë ka ndodhur në vitin 2010 edhe më parë. Megjithatë, unë shpresoj që t'i rikthehet memoria, të kuptoj, duke u bërë dhe çështja mediatike dhe kaq sensitive, mendoj që Bleona të kthehet tek nëna e saj, e cila ka kaq shumë kohë që e kërkon. Pra, një nga hipoteza për cilat unë besoj është që ajo është gjallë, ka krijuar jetën e saj jashtë shtetit dhe presupozohet që të ketë lëvizur nga Republika e Greqisë, pasi ka kaluar Maqedoninë e Veriut, ka kaluar në Republikën e Greqisë, ku aty edhe mundet të jetë njohur me një djalë, të jetë martuar, pra me një djalë shqiptar i cili ka dokumenta greke, dhe pastaj të ketë lëvizur në Britaninë e Madhe, pra duke u mundësuar përpara se Britania të dilte nga Unioni Evropian, pra ky shtetas së bashku me Bleonën kanë filluar jetën e tyre dhe kanë familjen e tyre në Britaninë e Madhe dhe aludohet që e ka në kryeqytetin e Britanisë së Madhe në Londër. Megjithatë, i takon organit të akuzës që të hetoj në këto shtete, të dërgoj agjentët e saj në mënyrë që të kontaktojnë me autoritetet e këtyre shteteve dhe të bëjë të mundur identifikimin dhe lokalizimin e Bleona Matës. Avokat, faleminderit që ndatë këto informacione dhe që flisni për këtë çështje kaq sensitive. Ju falenderoj shumë për mundësinë që më jepni. Ky podcast vjen për ju me mbështetjen e X1, Philip Lane Residence dhe 1001 Solutions.